Mbram në Gjamin Emin Pasha, Këshilli i Bashkësisë Islame në Prizren, natën e Kadrit e shënuar me një program të pasur, ligjërata dhe lexim të Kuranit, të cilën e transmetoi Radio Televizioni Besa. Këtë program e pasuruan me ligjëratë dhe lexim e Kurani Valon Ibrahimi, kryetari i Këshillit të Bashkësisë Islame, kryemami Dr. Orhan Bislimaj. Fjala Kadr njëherët ka kuptimin e madhështisë, vlerës, respektit, gjithashtu edhe për caktim ose vendim e madhështisë, sepse pikërisht në këtë natë filloi të zbresë Kurani famlart nga Allahu Gjellëshanuhu nëpërmjet Gjibrilit deri tek Muhammed Mustafa alayhi salatu wassalam. Allahu Gjellëshanuhu madje një sure të tërë ndau pikërisht për natën e Kadrit, duke i dhënë vlerë dhe rëndësi. Dhe nata e Kadrit e merr madhështinë e saj pikërisht për shkak të zbritjes së Kuranit famlart në këtë natë. Kjo natë e ka bërë ndarjen e epokave. Përfundimisht ka ndryshuar rrjedha shoqërisë njerëzore në botë. Jo vetëm për muslimanë. Se kur filloi Kurani me zbrit në këtë natë, i erdhi dhe gjeti vetëm pejgamberin alayhis salam, e përmes tij në këtë natë filloi ndarja e epokave. E nëse Kurani ka filluar në këtë natë me zbrit dhe ka bërë ndarjen e epokave, çka në jetën tonë? A jemi të shfrytzuar dhe Kurani në kohën tonë është e luajt rolin e ndarjes së epokave? Gjiprane Saramati, imam në Gjamin, dhe shumë hafëz si Daud Lezi, imam në Gjamin Emin Pasha në Prizren, Elmir Karaji, imam në Gjamin Uhudu në Prizren, Hedan Thaq, imam në Gjamin Ekobajes në Prizren, Gjemali Halimi, imam në Gjamin Ilyas Kuka në Prizren, Hysni Ponik, imam në Gjamin Bilali në Prizren, Kujtim Bislimaj, imam në Gjamin Osmani në Prizren, Lulzim Susuri, imam në Gjamin Pavarësia në Prizren, Osman Bektish, imam në Gjamin Sinan Katipi në Prizren. Besimtarët e vërtetë janë ata të cilët kur përmendet emri i Allahut, rënqethet zemra e tyre. Por kjo nuk do të thonë vetëm ta përmendim Allahun duke thënë Allahu, po subhanallah. Duhet të meditojmë në krijimtarinë e Allahut. Pra nëse dëshirojmë të rënqethet zemra jonë, duhet të dimë për Allahun, duhet të dimë për mëshirën e tij, duhet të dimë për faljen e tij, duhet të dimë për përgjithësi për emrat e tij të bukura, për njëshmërinë e tij, për përposmërinë e tij. Në Kosovë edhe në Ballkan në përgjithësi, njerëzit e vlerësojnë këtë natë. Për këtë, pas hulumtimeve të shumta, kemi arrit që të kuptojmë se Allahu ka fsheh 5 gjëra në 5 gjëra për 5 gjëra. E ka fsheh Allahu Gjellëshanuhu kohën e pranimit të duas, ditën e premte. Nata e Kadrit është një natë, cilën vetë Allahu e ka përzgjedhur, wa anzalna ilayka fi lejletin mubaraka. Nata kemi zbrit Kur'anin ty, natën më të bereqetshme. Sa është e bereqetshme? Më e mirë se një muaj. Jo një muaj, më e mirë se një muaj. Andaj ja vlen ta shfrytëzojmë këtë natë, ta gjallërojmë që ka gjallëruar Muhammed Mustafaja alayhi salatu wassalam. Për shembull, ka të shkujdesur atyre të cilët Zoti Gjellëshani u ka dhënë pasuri dhe janë të pakujdesshëm me pasurinë e tyre, Allahu i ka begatuar me atë pasuri, ata nuk e japin zakatin. Allahu Gjellëshani diku ja ka dhënë mundësinë me fal namaz, nuk e fal namazin. Allah ja ka dhënë mundësinë dikuj me agjeru, është i shëndosh, asnjë gjë nuk e ka ndalu, dhe ky nuk e agjeron. Për kur e shef një tjetër për shembull, i cili ndoshta nuk është i shëndosh sa ky, pa i agjeron, falet. Nëse dojmë na me pas bereqet në dije, njëra prej sebepeve që duhet jemi të kujdesshëm është të mos ngritmi zërat dhe të mos armiqësohemi mes vete. Ta dojmë një tjetrin për hir të Allahut Azza wa Jall, të gjithë si popull, në veçanti pasaj si besimtar, akoma në veçanti ma tepër edhe si po e quaj kështu misionar të këtij dini të Allahut Gjellëshanu, sepse në momentin që hyn përçamja, urrejtja, armiqësia, edhe humb sinqeriteti, atëherë normal që Allahu Gjellëshanu ka me largua dhe bereqetin për asaj dije.
Dhe pra kjo është mundësia e mirë për të gjithë neve që duke ndarë prej energjisë tonë, prej kohës tonë, pak mund të fitojmë shumë. Me të vërtet, nata e Kadrit pra e ka këtë qëllim, që ne duke u angazhuar në këto net që i kemi deri në Bajram, mund të fitojmë një shpërblim sa gjithë jetën me e pas kaluar në ibadet edhe në vepra të mira. Jemi ende në muin e Kur'anit, do ta quaja, sepse është muji i Kur'anit realisht. Me të vërtet, ai që e ka zbrit këtë Kur'an, pra Allahu Xheleshanehu, në fjalët e tij ka përçu mesazhe të ndryshme. Mesazhet që ne i përçon Allahu Xheleshanehu në fjalët e tij kanë karakter të ndryshëm. Kanë karakter informues, kanë karakter historik, kanë karakter qortus. Që kjo natë është nata që nuk e di askush vlerën e saj përpos Allahut. Dhe kësaj u drejtua wa ma adrake ma lejletul qadr. E ku e di ti o Muhammed se çfarë është nata e Kadrit? Sepse është aq madhështore sa që as vetë Muhammed Mustafa nuk mund ta di vlerën e saj përpos me diturin nga ana Allahut Madhërisht sallallahu alaihi wasallam. E pastaj i përmendi, është për shkak se është më e mirë se sa njëmi muaj. Është për shkak se në të zbresin të gjithë melekët e Allahut, e në kryet e tyre prin meleku apo krye meleku Xhibril alayhis salam. Pastaj është për shkak se në të përcaktohen fatet vjetore. Mos harrojmë kur dhe asnjëherë që ne përballë e kemi një krijues, e kemi një fuqi absolute që më shumë ka dëshirë të jap se sa të marr. E kemi përballë një fuqi absolute, e kemi një Zot bojor i cili është latifun bi ibadi, është i butë, është i urtë me robërit e tij. E kemi përballë një krijues absolut, një fuqi absolute që më shumë ka dëshirë që të falë se sa të hakmerët. E kemi përballë një krijues, një fuqi që mëshira e tij ja kalon mëshirën së prindit për vëllain e tij. Ky program ka zgjuar interesim të madh tek shumica besimtarëve, të cilët dhe janë bashkangjitur në forma të ndryshme kësaj nate të Kadrit, që është një ndër natët më të mëdha e shumë të vlefshme.